Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në këtë minutazh dua të flas për një dyshe që në fakt na kanë bërë që t'i duam dhe t'i duar trokasim në Big Brother VIP Kosova. Është një histori dashurie që në fakt nisi me shumë emocion brenda asaj shtëpie, nuk u shprehën ndjenjat, paktën Klodi ka qëndruar shumë i ftohtë kundër drejt Elionës, por siç duket Eliona kur doli jashtë i mori zemrën Klodit dhe tani janë një ndër çiftet më të komentuar për jetën e tyre, për përditshmërinë e tyre, për momentet e tyre, do të thënë për çastet e bukura që në fakt ato po kalojnë. Por ka dhe nga kjo pjesa tjetër që inatçorët, ziliqarët nuk duan lumturinë e Klodit edhe të Elionës dhe në shumicën e rasteve fatkeqësisht të gjuajnë me kungja. Eliona Binjakaj, ish finalisti e edicionit të 4 të Big Brother VIP Kosova, vazhdon të jetë mjaft aktive në rrjetet e saj sociale, ku çdo postim i saj shoqërohet me reagime të shumta nga ndjekësit. Përveç komenteve pozitive, ajo përballet her pas here edhe me komente ironike. Së fundmi në një postim në Instagram, një ndjekës e ngacmoi duke i shkruar: "Xume, as po blen më lajka?" Dhe Eliona ja kthen: "Jo bre, mu kanë harxhu pare te finales, s'po ka mo, apo mi blen ti lajkat e mia." Do me thënë, janë këto komentet që realisht personazhet publik ja acarojnë dhe ato nuk durojnë dot më dhe kthehen në një mënyrë shumë të ashpër kundërdrejt tyre komentuesve të cilët komentojnë në forma të ndryshme për personazhet tanë publik. Eliona ka komentuar në këtë formë dhe duke që është acaruar në fakt me mënyrën se si ka përzgjedhur ky personazh publik që të komentojë në profilin e Eliona Binjakaj. Deri më tani kam arritur të kuptoj që marrëdhënia e Elionës edhe Klodit është një marrëdhënie goxha e bukur, do me thënë historia e tyre e dashurisë po vazhdon, ka ndërtuar një emocion të papar, gjërat ju shkojnë më së miri, gjërat ju shkojnë më së bukuri dhe çifti di të argëtoj, di të kënaq veten e tyre në të gjitha momentet. Do me thënë kemi një marrëdhënie goxha të bukur, kemi një histori goxha të bukur që vërtet po e shijon dhe po e jeton Eliona me Klodin. Unë uroj me zemër që të dalin gjithmonë të bekuar në marrëdhënien e tyre dhe të shpresojnë për gjëra më të bukura, edhe pse inati ekziston, unë mendoj që nuk duhet marrur me këto gjëra. Xhelozia ekziston sidomos aty ku ka dashuri, ku ka emocione, me patjetër që ka dhe xhelozi dhe në këtë rast unë e shoh pak Elionën të goditur nga disa ndjekës të cilët nuk janë pro kësaj dashurie.